Puna që bën Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe Gjykata Administrative ishte formale për vërtetimin e fakteve dhe të vërtetës. Megjithatë, kjo nuk ndikon në rezultatin e zgjedhjeve, nëse merret parasysh vullneti i më shumë se 600.000 qytetarëve, tha sot lideri i LSDM-s Zoran Zaev në drejtimin e tij para kuvendit për të shënuar kështu 24 dhjetorin të hënën e zezë. Zaevi megjithatë bën një thirrje që në rivotimin ditën e diel në Tearc partitë të përmbahen nga intervenimet ndërsa qytetarët të dalin e të votojnë sipas bindjes së tyre. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti nesër në ora 13 ka caktuar një takim me lideret e partive shqiptare në Maqedoni, konfirmoi për portal PMK zëdhënësi i kësaj partie Bujar Osmani. Pritet që në takim të bisedohet për situatën në vend pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, pas të cilëve formimi i qeverisë së re varet nga Bashkimi i Partive Shqiptare, publikoi ky portal. Ministri i Punëve të Brendshme të Italisë Marco Minniti sot konfirmoi se është vrarë i dyshuari për sulmin terrorist në panairin e Krishtlindjeve në Berlin, tuniziani Anis Amri. Në konferencën për shtyp, ai theksoi se pa pikë dyshimi deklaron se personi i identifikuar si Amri është i njëjti person që të hënën në mbrëmje e kreu sulmin në Berlin. Avioni kompanisë liberiane Africa Airways që ka udhëtuar në linjë lokale nga Seba për në Tripoli është kidnapuar ditën e sotme dhe pasi është ridrejtuar ka Malta, ai ka aterruar në këtë ishull mesdhetar, transmetojnë kështu mediat lokale. Në avion kanë 118 udhëtarë dhe pjesëtarë të ekuipazhit, ndërsa 2 kidnapuesit kërcënojnë se do të aktivizojnë një bombë. Bëhet fjalë për pjesëtarë të lëvizjes Al Fatah Gadida, të cilët ndërkohë liruan 25 gra.